Ka 3 kategori njerëz në raport me agjerimin. Shtresa më e ulët e agjeruzve është apo ja që quhet masa e thjesht, ata që ka agjerojnë vetëm nuk hajnë dhe nuk pinë. Ata nuk hajnë nuk pinë, vetëm këto i përmbahen. Është një kategori më të suksesshëm, quhet ma elita e agjeruzve, bosa e agjeruzve, ma ngritur. Ai dhe nuk ka dhe nuk pe, po dhe gjymtyrët e trupit nuk bojnë haram gjatë ditës. Syni nuk shikon haram. Goja nuk rren, nuk shpif, nuk bërë fjalë. Durt nuk prekin haram. Kamët e tij nuk shkojnë ka harami. Shikohet ashtë. Ala ma e avancuar, dhe nuk ka letë kjo. Edhe është një formë e treta që janë ma të ngritur të janë, kupolla e agjeruzve, këta nuk hajnë, nuk pinë, gjymtyrët e trupit fare nuk bëjnë mëkat gjëna gjatë ditës, edhe të koka ti, të truni ti, mendja nuk i shkon ka e keqja. Edhe mrena punon, edhe mrena është i angazhuar. Nuk ja lejon trunit, mendjes, zemrës me menu ka e keqja. Se njëri me menu keq, nuk i priqet agjerimi. I paksohet sevapi. Sevapi i paksohet. Sa agjerimi jo. Qka i bie kjo? Kjo i bie se agjerimin e kinë vend, mirë po në vend se mi mon 100 sevape, ndoshta i ben 20 sevape, 30. Kjo i treti kategori edhe menon vesh ka e mira. Nuk ban dhe ne, nuk i lundron, nuk i qarkullon truni nga punë e këqija. Kjo është shumë e ngritur, shumë e avancuar.